buzëqeshje fshihet një histori. Për Hajdin Rekaliun, kjo histori fillon shumë vite më parë, në gjurmët e babait të tij, aty ku profesioni nuk ishte thjesht punë, por mision. Sot në klinikën Dini Dent, kjo trashëgimi vazhdon me përkushtim, dije dhe teknologji moderne. Një vend ku përvoja trashëguar ndërthuret me standardet më të larta të stomatologjisë bashkëkohore. Këtu çdo pacient trajtohet me kujdes, çdo shërbim me përgjegjësi dhe çdo buzëqeshje me respekt. Hajdin Rekaliu do të ndaj me ne më shumë rreth këtij rrugtimi profesional. Doktora, mundesh më na tregu kur keni filluar me punu si stomatolog? Ne si stomatolog kemi filluar punën para 15 viteve si stomatolog. Klinika Dini Dent ka një gjenezë prej 23 vite. Domethënë gjenezën e ka te baba është ndër stomatologët të parë në Llap dhe domethënë ka një eksperiencë 43 vjeçare Dini Dent. Tani në Prishtinë ai kena qenë në lagjën Ulpiana, kemi punuar 3 vjet në Ulpiana, meqense kishëm një hapësirë të kufizuar, nuk kishëm mundësi më zhvilluar në ekipa. Nuk kishëm mundësi më zhvilluar aparatura për shkak të hapësirës. Ne kemi pa të arsyeshme të vim këtu në Arbëri, ku funksionojmë me 8 salla, ku kryen të gjitha shërbimet që janë nën anestezionin lokal. Këtu jemi 8 mjek stomatolog, të cilët punojmë çdo ditë prej ora 9 mëngjes dhe përfundojmë në 8 mbrëmje. Jemi një ekip i përgatitur, një ekip i cili është i përfshin të gjitha fushat e stomatologjisë. Jemi specialist eksakt për gjitha fushat. Çka dallon Dini Dent prej klinikave të tjera? Këto kryen të gjitha shërbimet të cilat lejohen në anestezionin lokal. Synim kryesor ose parsor e ka kirurgjin, meqense unë jam kirurg oral. Eksperienca e gjatë në profesion mendoj që të përgatit, duke përfshirë rastet e shumta të cilat janë trajtuar, duke përfshirë sukseset e mëdha të cilat i ka dhënë klinika dhe duke i lidh praktikat 43 vjeçare me ato arritat shkencore më të fundit. Unë them se kur na vjen një pacient në klinik dhe kur kemi një momentale një dyshim, ne atë pacient e marrim, i bëjmë një grafi dhe të nesërmën e lojmë për trajtim. Çka bëjmë mrena këtyre 22 orë, 24 orë, nëse them të nesërmën, atëherë mbledhem me gjithë ekipa, në veçantë edhe prindi që është si themeluesi i klinikës, dhe analizojmë se cila është mundësia më e mirë për t'ia dhënë këtij pacienti me këtë anomali, me këtë çrregullim dentar, duke bërë analizat radiografike dhe duke munduar që pacientit i dhejmë shërbimin adekuat. Cili ka qenë rasti më i vështirë deri tash që e keni trajtuar? Me të thënë të drejtën, raste të vështira nuk mendoj që kemi për arsye se thash u arriti eksperjenca e gjatë. Mirë po të gjithë shërbimet mendoj që i kryej me lehtësi, duke i falenderuar të arriturave të reja shkencore dhe duke i falenderuar eksperiencës të gjatë në këtë fushë. A ka në plan në Dini Dent të zgjerohet? Të them të drejtën, dita ditës se fshihte edhe sot klinika është kështu për ditë rritën kërkesat, unë ku mendoj se janë të mjaftueshme 8 karrika, po me këtë potencial që kemi, me këtë energji, me këtë përkujdes që i dhojmë pacientëve, unë shoh që mrena vitit do të dyfishojmë këtë numër të mjekëve dhe të poltronë të karrika stomatologjike, për ndryshe nuk kemi mundësi të dalim termineve. Së bashku me doktorin do të shohim nga afër edhe procesin e punës në klinikën Dini Dent. Këtu jemi me një sallë ku ne jemi duke bërë përfundimin e punimeve protetikore fikse. Pacienti ka vendosur implante para 5 muajve, sot është faza ku ne po përgatitëm për të marrë masat për të vendosur dhëmbë fiks. Shihen implantet të vendosura, atë nofla e poshtme parapërsisht para 2 vite kena përfunduar dhe kena finalizuar, ndërsa në noflën e nalt pacienti ka marrë punime lëvizse, proteza, dhe ka onë përfundim se implantet janë zgjidhja më e mirë për të zaventuar dhëmbët e humbur. Edhe këtu kemi një rast me implante ku te nofla e nalt pacientës në fjalë ja kanë përfunduar dhëmbët me implante para 11 vitesh.
Dhe mund shihet që ka një lidhje të implantit për kockës perfekte, nuk ka asë shaja fillestare të inflamacionit të implanteve, gjithçka ka shku në rregull, ndërsa pacientja sot ka ardhur për të finalizuar këtë pjesën e mbetër të në fusbashme me implante.